Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, bashkë Faleminderit gjithashtu. Hajde, reatojme. Po e nisim javën bashk. Besoj do t'jetë mbar. Shpresoj. Reatojë, të lutem. Faleminderit. Faleminderit që ke ardhur shumë sot, dhe sidomos në këtë muaj, në muajin tetor, që është edhe muaji i ndërgjegjësimit Ashtu është vërtet. për disleksinë, gjë që nëse më dëgjove pak minuta më parë për shikuesit, për prindrit që po na shohin, shpesh herë nuk i kanë informacionet e duhura ose edhe shqetësohen shumë e shohin si diçka që nuk rregullohet me kalimin e kohës ose që nuk hyn tek këto sëmundjet ose prekjet, vështërsi, më thënë. Prandaj ti je këtu për t'i dhënë përgjigje gjitha këtyre. Po, fillimisht faleminderit për ftesën dhe për mundësinë. Unë jam Fatmira Aliri Bunjaku, vi prej Londrës, jam specialiste e disleksisë. Jam trajnu në University College of London, që është njëri prej universiteteve për, sidomos për disleksi, dhe më thonë këtë shtetet edhe në Evropë, ndërkombëtarisht i referohen. Dhe po, dëshira jeme është me kontribu në Kosovë, kjo është arsyeja që kom hapë OJC-n e parë, ura e leximit apo The Reading Bridge, po shpresoj më ndihmu fëmijëve, së mos për vlerësim, se është shumë e rëndësi vlerësimi i hershëm, dhe më thonë sa me herët fëmijën e kuptojmë që ka vështirësi, aq më mirë është me rezultate më rrimë shumë. Me ardhjen tënde në Kosovë, çka është ajo që t'ka rënë sy më së tepërmi? A janë prindrit e rinj apo në moshë edhe me fëmijën e dytë apo të tretë, a janë të informuar se çka është disleksia? Unë kom pas fat, dhe i falemderoj Gërminit shumë që ma ka dhënë mundësi me kontribu në Kosovë, posa që është në Gjilan, kom trajnu mësuesit për nevojat edhe metodat e punës, si me punu me fëmijë, aty e kom pa nevojën e madhe dhe e kom kuptu që prend edhe mësimdhënësit kanë shumë vështërsi dhe nuk e kuptojnë. Pas trajnimit, plot mësimdhënësit më kanë thonë, tash e kuptova që e kam një fëmijë me disleksi, tash e kuptova që e kam 2 fëmijë me disleksi, do me thonë me herët nuk e kanë kuptu. Se është specifike kjo, apo kupton. Edhe vetë unë pasandej i kom observu, i kom përcjell fëmijët edhe e kuptoj që ata, do me thonë, kishin vështërsi, nuk kishin, do me thonë, metodat nevojshme, si në Angli, për shembull, i përdormi për me ndihmu fëmijës. Në Angli, vitit e 90-ta, për shembull, qeveria, drejtoria për arsem, ka kërku prej Sir Jim me bo një farë si vlerësimi komplet për Anglien, sepse është vërtetu që shkollat nuk kanë pas një qasje të njëjtë, nuk i kanë, do me thonë, nuk i kanë trajnu edhe nuk i kanë dhënë, s'ka pas sukses njëjtë në shkollë. Pastaj ka fillu, do me thonë, se në shkollë, edhe i ipet shumë e rëndësi, do me thonë tash të rëndësit madhe i ipet vlerësimi i hershëm. Është ketë kjo prej tina reviews që ka bo në 2009, do me thonë, është ketë shkollat një sistematike punojnë barabar punojnë dhe i ipet është rezultati shumë maj mirë. U duke suksesshme kjo metodë. Dua që këtë bisedë ta shfrytëzojmë edhe të jemi sa më të kuptueshëm edhe për ata që na ndjekin. Ta nisim nga kjo, se çka është disleksia, pa këto terma shkencore që ne që jemi të fushës nuk do e kuptonim. Po, thjesht, kështu me shpjegu ma thjesht, disleksia është vështërsi me lexu dhe me shkru në mënyrë të rrjedhshme. Mirë po kjo edhe, do me thonë, ndikon disa fëmijë të gjithë, disa fëmijë ndikon kanë, do me thonë, memorje jo të mirë, edhe stëmos fonologjike. Stëmos fëmijët parashkollor, për shembull, prind, mund fëmijët kur të shohin që nuk po marrin mend, nuk po dhe me lexu, nuk po rimin e vjershave, apo nuk po mund me shqiptu. Për shembull, fjalën dielli, e thot dilli, e harron komplet. Do me thonë, do disa për shembull, gjithashtu, kur të shkojnë në shkollë fillore, aty prap fillojnë, ka vështërsi alfabetin, do me thonë, nuk arrin me mësu me kohë, edhe vret me njëherë që është mbrapa, me lexim, nuk lexon si moshatarët e vetë. Edhe çka është edhe mshme, që ata vetë e kuptojnë që nuk janë, do me thonë, diçka nuk është rregull me ta, e dinë që diçka s'është rregull, mirë po
mundohen atë vetëm, po s'kan mundësi se nuk kam problem me dekodu fonologjin, për shembull, zërat e janë i janë këto, nuk kam mundësi mi shqiptu, pastaj bojnë gabime me b dhe d. Ajo dikon nuk është 100% këtë fëmijë me disleksi, ka fëmijë që e bëjnë edhe mirë, mi po prapa është disleksik, po fëmijët jesin mbrapa. Mbrapa dhe ju ndikon atyve, do me thonë, në gjendjen emocionale shumë i ndikon. Kjo është që prind edhe mësimdhënësit me pas shumë kujdes, se hupin shumë vetë besimin, bën të izoluar, ka ndikim shumë të keq. Po përveç që jesim mbrapa dhe kështu është shifra, nduket me shifra dikon ka prej 20-30% prej fëmijëve largohen prej shkollës për shkak që humbin interesimin për me lexu. Po ana tjetër është që përveç që e hupin drejtën akademike apo ja hupin drejtët e veta me pas sukses në jetë, është që edhe shkojnë rrugëve të këqija. Për shembull, në Amerikë, sipas një studimi, 47% të burgosërve kanë qenë me disleksi. Kjo arsye është që ata ose s'kanë rrinë më shkollu, apo ka pas raste që i kanë pas ato instruksionet për shembull, edhe s'kanë ditë me lexu dhe kanë gabu dhe kanë përfunduar burg. Si fitohet, Fatmire, disleksia? A është diçka me qenë se po flasim për moshat e vogla, është diçka që lind me të, apo ka ndonjë faktor të jashtëm gjatë rritjes i cili indikon që ta fitoj? Jo, kjo nuk fitohet, kjo është e lindur, gjenetike është. Gjenetike është edhe pavarësisht ndihmës që e marrin dhe përmirëson, ai ka me pas gjithmonë. Mirë po, nëse i jepet mundësia me pas për shembull ndihmë, ata të i kalojnë edhe kanë rezultate, mirë po gjithmonë kanë me pas edhe në atë vështërsi. Po më rrinë, dhe më thonë me punë edhe me ndihmen e prindërve të arsimtarëve, më rrinë me pas sukses në jetë. Unë këtu e kom pru një video, nuk e di, a keni pas rast a kena ta shkua ma vonë me pas prindë. Ja, letë më njoftojnë tani për videon. Kur kemi gatshëm, po është interesant me përcjell e shes strukturën e trunit edhe saktësisht kuptohet për shembull. E qartë. A ka raste kur prindrit e kuptojnë vetë, pa pas nevojnë për ndihmë, kuptojnë që diçka nuk është rregull, ose të paktën edhe dyshojnë për disleksi? Po, prindrit mund me kuptu nëse fëmija nuk flet me kohë, për shembull, apo nuk i shqipton fjalë mirë, po kjo nuk është indikator që kanë disleksin. Nuk është se mund fëmija me pas vështirësinë në gjuhë, do me thonë nuk flet mirë vetë, ka probleme gjuhësore, kjo nuk të thotë që ka disleksin. Disleksia mas shumë të pa teste, a jemi gati? Po, e kemi vedon vazhdimisht, cilën mundemi me pa edhe prej fillimit, në rast se të duhet si orientim për ta sqaruar më mirë. Po, kësha pas dëshirë me pa dhe prenda, është interesant. Okej. Po shikojmë të pas të flasim. Okej. Ne mund ta përflasim ndërkohë që ta kuptojnë me që është në gjuhë të huaj në anglisht. Është me titra shqip e kom pregadit, shpesoj që How was that? Frustrating? Për momentin e kemi këto me anglisht, mund të ndonë në telashe me gjatë bardhjes. Si shofin ata disleksi, fëmija me disleksi? Shkruajnë këtë gabim i shofin. Okej. Those with dyslexia experience that laborious pace every time they read. When most people think of Okej, po, me qenë se e kemi këtu, mund t'i referuemi kësaj dhe ta themi ne në gjuhën shqipe. Shikoj, si tyre si shef. Ajo shkruja B, ajo shet D. Është fjala Sa dhe was. Kondër të në shef. Okej. Kjo me siguri po spjegon çka ndodh me trurin në këtë rast, kur fëmiu i sheh këto gabime. Çka ndodh? Do me thonë, fëmija, do me thonë, këtë pjesën frontale, do me thonë, nuk mund mi përpunu sukur na këtë normal që i shohmi, se edhe me MRI kanë pa që, do me thonë, e përshkru që kanë probleme me interpretue, do me thonë, fonologjin. Atyve i pengan. Fillimisht vitin i disleksia, do me thonë, problemi saj fillon mati prej si ku ka fillu shkrimi. Mirë po, është mendu që është blindness of words. Kështu ka mendu që njerëzit nuk përshofin mirë. Një doktor i syve, oftalmatolog, Rudolf Berlin, vitin 1877, aje ka rastisht e ka pas një pacient që aje nuk ka ditë me shkruaj dhe me lexu, edhe e ka bot testin, të aty e ka kuptuaj që nuk ka lidhe me test syve fare, po është mrenda më shumë me tru.
Dhe aje ka qujtë disleksia, dhe me thonë gjuhës greke. Aty, dhe me thonë, ka ndryshue emri i disleksisë në disleksi. Do me thonë, edhe shtetet e zhvillume, fillimisht kam pas, do me thonë, në vështërsi edhe barjera, mi poj për kushtem ka politika, për shembull në Angli, është Equality Act, që e mbron fëmijët me disleksi, se kanë aftësi të kufizuar, ja jap mundësinë provën për shembull studentat kur kanë 25% më shumë të kohë më tepër për me punu, apo nëse mbaret prej vështërsive sa ka fëmija për me lexu, aty do me thonën i jipet laptopi, si të shonë shkollë të mesme me laptop punoj, që mja lecu pak punën. Do të sugjeroje këtë edhe për prindrit që për shembull mund të vrejnë që fëmijët kanë për fillim problemet të tilla, ose cilat do të ishin disa ide që ti sugjeron? Për fëmijët e vogël nuk sugjeroj laptopa, për fëmijët e vegjël sugjeroj ata do të me punu vetë, me shkolla për shpresoj edhe prind, lokopedi ndihmon shumë, do të me shkronja për shembull, e merr një shkronjat edhe i shqipton, por gjithmonë kur ta merr shkronjën i thu, për shembull shkronja A, edhe pret fëmijë me thon A, me kështu saktësisht edhe ai po thot fjalë mirë, që jo një herë, po edhe përsërit edhe një herë, nëse nuk e thot mirë, edhe një i thu A, derisa ta thot fjalën A mirë. Do me thonë, shqiptimi i shkronja fillimisht do të shumë minimu. Fëmijëve i ndihmon shumë leximi, për shembull kështu rrethi familjar, një fëmijë që rritet me një vend familje që lexohet, që sheh libra shumë, ato këtë i ndihmojnë shumë, është pastaj sheh prind të lexu, apo kupton. Mi po vështërsia e disleksisë është më shumë të shko fëmija të rrit, edhe e sheh një fëmijë, ajo është shumë i aftë matematik, e lanë tjera, po me lexim nuk është, dikush thot hajtë se ky po përta me lexu, e ka shkrimin e keq. Pra s'ka të bëj me inteligencën, as pak? Jo, absolutikisht, Einstein kanë qenë disleksik, Bill Gates disleksik, do me thonë, kanë tru magjik kanë, po vetëm ato informatat i marrin në mënyra të ndryshme, edhe me metodat të mira, për shembull, këto që po du mi pru, për shembull, me këtë urën e leximit këto, po shpresoj, mas pari shtylla parë është për mu me identifiku. Profesoresha ime Elizabeth Helbert, ajo është e gatshme, ka shprej dëshirë me arë me mu, me bo kretë Kosovën, mi bo, do me thonë, vlerësimin për këtë fëmijët, edhe e dyta është, do me thonë, me një trajnu mësusat, si me punu, dhe pjesa tjetër e fundit, ku më mundu me bo avokim, që edhe disleksia me hy, do me thonë, si më mbrojt, me ligje me mbrojt, me mbrojt ligje këta fëmijë. Si duhet pas kujdes, gjithmonë po flasim për prindrit, sepse ata janë kohën më të madhe aty, edhe si shpëthua edhe ti ka shumë rëndësi në ambientin në cilin rritesh. Si duhet pas kujdes fëmijët, prindrit që të mos i tonë kur një gjë fëmijët, ani pse po e shohin që ka disleksi ose ka... është pa let me thonë se me po, kush o prind e din që me fëmijën du të me pas shumë, jashtëzakonisht shumë dorim të madhe. Edhe në momentin që esha që fëmija, do me thonën, struggles, po mundohet edhe s'po më rinë me fëmijë tjerë, do është me mundu. Nëse e ka një pikë të fort, ti, do me thonë, te e ki bo shumë mirë, tash e vazhdojmë këtë mënyrë, gjithmonë me pozitivitet, mënyrë pozitive i folë, nëse do me thonë, si mi gra bicikleta, se me fëmija do fëmijë që të janisin fillojnë edhe krynë, do fëmijë rëzone qonë. Dikush nuk mësohet heq, si puna jam. Po këta fëmijë me disleksi do të me pas shumë dorem, do të prind më njoftu me ko, do me thonën, mësusat kanë shumë rëndësi, nuk do të mi nuk tonë para kreve, me thonë, ti lexojt, e din që fëmija ka vështërsi, nuk do është me lypri fëmijës, për shembull, me lexu diçka që ti e din që ai s'ka me mëri me lexu, që mi hup konfidencën, se kjo ka shumë rëndësi, edhe do të mi dhonë kohë ati fëmijës, do me thonë kohë ma shumë se tjerë, edhe mi adhonë, do me thonë, njërë digitali a i me punu. Pastaj ka aplikacione, ka plot aplikacione. Pra teknologjia në një anë, në këtë rast mund të përdoret se diçka pozitive, po për një moshë të caktuar, nuk po flasim për krejt më të vegjlit. Për te për të vegjlit, tregova thash vete më mundu shkronjat, më mundu mi shqiptu, edhe nëse kur thot fëmija për shembull gota, edhe nuk bën as me qesh, se e kom dëgju plot njerëz që thonë qeshin kur thot fëmija diçka, i duket që sherake gabem, jo, kundrazi, i thu gota, e përsërit. Kështu mënyrë që shumë qetë, gota, po, gota,
e konfirmon. Dhe me thonën, vetëm i fol mënyrë të drejtë, mënyrë të drejtë, i qetë, edhe pas shumë dërim. A krijon fakti që sot fëmijët janë shumë të afërt me teknologjinë, me laptopët, me telefonat, edhe shumicën e kontentit apo përmbajtjes që ata e gjejnë ose që e hulumtojnë më tepër, mund t'jetë edhe në gjuhë të huaj, për shembull në anglisht ose në një gjuhë tjetër. A i krijon kjo pak konfuzitet atyre se cilën ta mësojnë më përpara, pra ta mësojnë mollën, apo Apple, apo një gjuhë tjetër? E kena diskutu këta në fakultet, profesore që nga ka tregu që po ju ndikon, nuk indikon mirë fëmijëve me disleksi. Fëmijëve që flasin gjuhën mirë, dhe me thonë është bonus për ta, se sa ma shumë gjudën ma shumë bot ma kreativ, i zhvillot truni ma shumë. Po fëmija kur ka këtë vështërsi, dhe me pas shumë kujdes, dhe me thonë njëherë mu përcaktu, me mësu gjuhën mirë, pastaj me kalu gjuhë tjetër. Po pra po thamë, do të vje vetëm prend, po dhe mësim dhenëse, dhe me pas shumë kujdes, se deri tasht është me ndu që fëmija që ka vështërsi me ledzu me shkru, ose është dembel, ose spjar rok, mësusat, si ping-pong ka lujt. Prend mësusat, mësusi dopt, se ka mësu mirë, a fatkeqësisht faje, në më thonë, nuk është asë njerë. Nuk është jasë kujt, thjesht duhet që të dyja palët me u angazhu. Po, vetëm duhet më angazhu për shkak që ka metoda, nuk është e parëqme, po duhet punë. Duhet mbështetje, se prej të gjithë fëmijëve që disa herë ka përmet profesorë që në fakultet, dhe profesorat tjerë që prej të gjithë fëmijëve që ka nevojat veçanta, fëmijët me disleksi janë shumë të ndihshëm emocionalisht, i prek aty më shumë të emocionalisht, i prek, janë e hupin vetë besimin shumë, tërhjekën shumë, edhe do të me pas kujdes, do me thonë se si me integru, mos me ekspozu, mi dhon kohë, edhe kjo, do me thonë... A ka ndonjë moshë saktuar, zënja Fatime, deri në çpik është e menaxhueshme si situatë, kontrollueshme edhe përmirësueshme, dhe në cilën moshë fillon të bëhet shqetësuese sa gati nuk ka shpresë më për përmirësim? Po ndëgjo, u kuptot është sa më herët që fillon, intervenimi është, përse gjithë shka është ma mirë, ma letë është, sa më herët është ma letë. Pak ma vonë, nëse fëmija është në shkollë mesme, për shembull që po të regoj një rast, në shkollë mesme e kom pas një student, se unë kom punu, para se me mu specializu për disleksi, kom punu si profesorishe gjuhës angleze për fëmijët me si gjuhë dytë që kanë, jo gjuhën angleze, për gjuhë dytë. Edhe aj fëmija erdhë prej Italijës, edhe fillimisht shkolla më tha me punu, edhe unë fillova, po diçka e vresha që nuk është vetëm gjuha të aja, për kuptan. Edhe mundova, po atje sistemi është ndryshe, që ti do është qka të punojsh, do është me shkrum. Edhe është ma mirë, apo kuptan se ti dokumentan, masa ne fol me prindri, thu kom punu këto, po s'pat sukses. Edhe mas një muji fillova, u takova me në gjërën, të më thash, nuk është të funksionu, nuk i di, edhe asaj shkëmendja, tha, është e mundër që kjo ka një disleksinë e ka. E pasaj e bërëm testet edhe disleksik. Pasaj ne pak ma shumë punë me ta. Ma shumë kohë që i duhet. I morë shumë akot. Pra kjo ka qenë personalisht përballja jote e parë me dikë që ka disleksi? Po, aji dhe me thonë me pas s'ka pas, se ka ditë se në Itali në është si ka në vëmendje, po me pas fillu më heret, aji sigurisht i ka lu për shkollë mesme, aji arë në kohën shumë vonë, ati i do kohë ma shumë i ka dasht, edhe dhe me thonë, ka mbet mbrapa në plët sende tjera, mirë po u vreke që është inteligencë, se matematikën i ke shumë mirë, po pëtanë, që ty vret, e që ty dhe prind mujnë me vret, për shemë nëse fëmija nuk flet mirë, apo nuk shprehet mirë, apo nuk është që pritan. Edhe është problem të është bot një farë confusion me këto aplikacionit, me këto rrjetet sociale, se fëmija të po shumë, për shemë dhe nuk fëdojnë me folë, apo pëtanë, edhe tash është problem me kuptu, apo nuk po do me fol, apo ka një vështërsi. Për prindrit që puna shohin tani, edhe deri në këtë moment që na dëgjuan ty duke dhënë disa prej simptomeve për disleksin, tani i janë ngritur ca dyshime, çka duhet bëjnë me njëherë? Po hapi parë do me thonë me fol me shkollën, mas pari me shkollën, me shprej shqetësimin e tyre. Shkolla dohet
Unë kër kam kry trajnimin në Gilan, i kom tregu mësuseve, nuk bën ju prende me thonën, po mendoj fëmija nuk është mira, po ka, jo. Pa intervenim një muj, mas pak të një muj intervenim, do të shkolla, nëse prindi, do me thonë, si thote, shkon të shkolla, i tregon shqecimin, po mendoj s'ka, është mbrapa, shkolla tash do të me punu në intervenim, po sa që me të fëmin. Do me thonë, qka ka nevojaj? Punon një muj dit, nuk ka rezultat, aty është, do me thonë, sinjal që diçka nuk është regull. Po nëse pas asaj kohë, do me thonë, fillon me përmisu, atëre gjasat janë që ai ka me vazhdu, se ndodh prind, për shembull, thot, pa pyetje fare, ti dush spari ma spari, e fëmijë në Angli, për shembull, është kështu. Fëmija jetë mbrapa, me shkrim, me lexim, me mësim. Ta shkolla marrë mbledhje për këtë fëmijën e diskuton çfarë hapa me marrë. Do me thënë, ata i kanë këtë shënume me diagrama, ku e qka e kanë ma letë. Edhe vendosin ku me ndimu, kush me ndimu, fillojnë, një muj ditë punojnë, nuk ka sukses, e thilin prindin, e pysin gjendin shtëpe, se ka njerë familja ndahat, apo ka problemet mëje familjare që në shkolla nuk e din, e afekton fëmijën, apo kupton. E ta është e pyet për gjendin familjare, për fëmijën në shkollë, si silët, e kupton, e keni pas shyre pak ma qartë. Edhe nëse gjithë shka në rregull familje, edhe ti thu, unë e kom punu, kena punu, i kena shqecimit e tona, kena punu, po nuk po ka sukses, qka po mendon ti, gjithmonë dush me lyp mendimin e prindit, edhe qka po mendon ti për këtë rast, edhe ajo do me thonë prindit, se cili prind ka qef fëmijën e vetë, do me thonë me që për para. Edhe në Angli nuk është të këto, se këtu e kom pa që stigma, prind mundohen mi mshef fëmijët që është shumë e damshme, në Angli ata mundohen gjithse luftojnë me shtetë, luftojnë, se unë e kom punu dhe si këshilltare për edukim, për the National Autistic Society, prind luftojnë mi marrë ato këtë qka do të ndimat, do me thonë drejtat e tyre, se momentin që, për shembull, fëmija Prindrit mund edhe të refuzojnë ta pranojnë si një problem për fëmijën, me arsetimin që e njohin më mirë, është fëmijën. Po, jo, ata dojnë edhe luftojnë, se e din që nëse shkolla, për shembull, e jep një plan një fëmijës, fillim me shkolla jep një fa plani. Nëse e merr planin prej shkollës, i ndihmon. Po nëse asaj s'më ndihmon, lypet prej, do me thonë, prej komunës. Komuna jep si pijen këto që është, edhe aja nuk është këto, atje mbrot me leq. Nëse, për shembull, nuk i përmbahet shkolla dhe kanë mbledhje çdo 6 muaj, nëse nuk i përmbahet në gjë qatë prindë Po thua që kemi punë pra dhe në sistemin arsimor shumë drejt për kësaj çështje. Shpresoj shumë që edhe me ekspertizën tënde edhe të profesorëve të tjera unë e kom ngritë këtë çështje në komunë edhe në Republikë, po mendoj në qeveri, më kam përkra, po shpresoj tash me këtë urën e leximit. Faleminderit shumë që erdhe sot dhe dëshiroj shumë suksese. Faleminderit shumë. Miq, po vazhdojmë me kohën për marketingun për të kthyer veç pas pak tek ju.